Rasti raporti mediatike sot për ndalesën ose vonesën në kufi të disa përfaqësuesve politik të shqiptarëve të Maqedonisë plotësonte gjithë parametrat e një fake newsi. Së pari, 3 prej tyre kanë refuzuar të ndahen prej grupit dhe të futen në Shqipëri, shkaku i një ndalese të një personi. E dyta ishte lajmi dhe tiradat patriotike që u shprehen më pas se ata me këtë dëshmojnë padëshirueshmërinë e tyre për të hyrë në shtetin e Shqipërisë, dhe e treta që e zbulon fake newsin është se gjithë ata kanë poseduar pasaporta diplomatike, me çka Shqipëria nuk ka pas kurrë arsye për të venduar ndonjë ndalesë, siç ishte rasti me disa aktivistë që ndodhi nga Kosova. Kjo na aludon në atë se ose lajmi në tërësi dhe ndodhia nuk është paraqit në opinion siç duhet, ose se protagonistët e këtij lajmi dëshirojnë që të dëshmojnë shqiptarinë e tyre duke mos u futur në Shqipëri. E kjo spjegohet me këngën popullore në Shqip: nuk të kam gjujtur për me të vra, po të kam gjujt për me marr. Zbulohet në intens dhe nuk është e sqarueshme se si mund Shqipëria të ndaloj përfaqësues politik në pushtet të një shteti të cilit i ka ikur kryeministri i saj nëpërmjet Shqipërisë, pasi Nikola Gruevski ka ikur për në Ungari nëpërmjet Shqipërisë, dhe më pas kur është zbuluar rasti në Shqipëri janë fshi kamerat e sigurisë në vendkalimet kufitare. Një shtet që ka një kartë kaq të fuqishme ndaj një shteti tjetër nuk mund asnjëherë shteti i dytë në fjalë, në këtë rast Shqipëria, të bëjë diçka kundër përfaqësuesve politik në pushtet të Maqedonisë. Ju faleminderit.